të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar gostivaras, sonte me shumë krenari, nuk ta shpallim fitoren, diku afër 63% të votave i mori Alianca, 64% të votave i mori Alianca. Kandidatin është më tepër se 2-1. Bravo! Gostivarasit votuan me gostivarin në zemër dhe të gjithë u dërgojmë vetëm një mesazh, të fala nga gostivari. Çdo aktivisti, çdo qytetari i cili votoi, por edhe i cili nuk na votoi, dhe i këtu zotohemi se edhe unë, edhe i gjithë ekipi, edhe Këshilli Komunal do t'i shërbejmë gostivarasve mbi gjitha ndershëm dhe do ta bëjmë më të mirën për gostivarin. Faleminderit, sonte jemi këtu para jush për të festuar fitoren në komunën e Vrapçishtit. Ne po të njëjtë të themi kemi një rezultat 2-1, afërsisht nëse përkthejmë në numër të votave, dallimi është diku 3000 vota, jemi ne afërsi. Të veçantë për aktivin politik të Aleancës Kombëtare për Integrim, sigurisht që nuk diskutohet dhe di liderëve tanë që na kanë mbështetur maksimum 24-7, zotin Arvin Taravarin, zotin Ali Ahmed. Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar gostivaras, aktivistë, qytetarë, antarë të Aleancës Kombëtare për Integrim, 2 fitore të mëdha të Aleancës Kombëtare për Integrim. Në gostivar, Balboni dhe Valdeti, sigur erën e parë 62%, tashmore 64%. Një raporti në Vrapçisht përsëri Aleanca Kombëtare për Integrim, raporti është 2-1, gati se 2-1, mund t'jetë pak ma pak, do me të ndrikundi 2500-3000 vota, edhe une prej zemrës dua të falenderuam të gjithë gostivarasve, të gjithë aktivistëve, dhe besoj se Iseni dhe Balboni, bashku me ekipet e veta, Valdeti dhe Efzali, prej nesër do t'jem kryetar të komunës për të gjithë qytetarët e gostivarit njësoj, pavarësisht përkatësisë etnike, politike, apo çfarë do qoftë përkatësie tjetër. Besoj se Aleanca Kombëtare për Integrim u tregua se bashkë mund të bëjmë rezultatet e jashtëzakonshme, dhe kjo më është një frymë e re, e cila besoj se do të vazhdojnë në zgjedhjet parlamentare të cilat unë i pres 2026, ndash ato të mbahen në maj apo në tetor. Sidoqoftë, fitore e madhe Aleancës Kombëtare për Integrim, do të më tregua se kur 2 parti politike apo më shumë parti politike duhesh edhe zotin Sani, si gjithashtu është pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, falenderoj të gjithë partive politike të cilat na kanë përkrahur dhe na kanë ndihmuar. Sukseset të gjithë gostivarasve dhe jam shumë krenar që Valdeti dhe Balboni si 2 njerëz shumë më kualitativ se sa unë si ish kryetari i komunës, do të udhëheqin komunën e gostivarit për mënyrë fantastike. Gjithashtu Iseni ka përvojë 2 mandate të shkëlqyeshme, besoj se i treti mandat jetë mandati i fundit, por s'ka nevojë për mandatin e 4. I uroj të gjithë ekipeve Iseni Efzal dhe Markon Valdet vetëm shëndet dhe sukses. Faleminderit. Bravo!
Hajde, babo! Ali Ahmeti! Ali Ahmeti! Ali Ahmeti! Doja ju uroj punë të madhe, shkretë suksese, si Valbonit, ashtu edhe i Senit. Doja falenderoj çdo votues që sot ka dalë në tutit e votimit për të vendosë për të ardhmen e të rritë, gjenerate. Gjithashtu, dua t'ju uroj për punën që kanë bërë shefat e shtatit, si atyre lokal, gjithashtu edhe atyre komunal. Do doja një porosi për të gjitha ata që nuk e kanë votuar Valbonin dhe i Senit, se këta janë paqësisht të gjithë qytetarët dhe do punoj për të gjithë qytetarët e Gostivarit. Dua të ndaj një shqetësim që se kam thonë në këtë proces zhëdor. Dhe sidomos, këto komuna si Gostivari dhe Vrapqisht që na është bërë me hile. Përveç që është përdor në komuna tjera inxhinjeringu, këtu është përdor një mjet tjetër sabotash, bojkoti që ne të mos triumfojmë në rrethin e parë të zgjedhjeve. Do të ndaj të shqetësim, a thua do shkilet pesa e dhëmë. Dua të falenderoj çdo aktivist, Bashkimi Demokratik Prishtinë, Aleancës Shqiptare që kanë punuar për shpinë e përbashkët dhe për të ruajtur besën e dhënë. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme. Në këtë kam dashur që ta ndaj me ju dhe me gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë që na i duan të mirën. E shife pse vjen herë gjeket vet? Faleminderit, urime të gjithë dhe suksese, Zoti na ndihmon.